Të nderuar besimtar, lumë për ne për një Zot subhanahu wa taala, i cili është frymësuesi dhe krijuesi i çdo gjëje. Është Allahu subhanahu wa taala, ai i cili në vetveten e tij, në qenjen e tij madhështore, përmban cilësi të shumta. Është Allahu subhanahu wa taala, ai i cili krijoi çdo gjë dhe nuk u lodh as pak për krijimin e tyre. Allahu i lartësuar e krijoi çdo gjë me drejtsinë e tij absolute. Dhe një prej emrave dhe një prej cilësive të Zotit i gjithësisë është El-Adil, që do thot i drejti. Që do thot Allahu i lartësuar është i drejtë dhe nuk i bën padrejtësi askujt. Nuk i bën padrejtësi as muslimanëve, as jo muslimanëve. Nuk i bën padrejtësi as njerëzve, as melajkeve, as xhinëve. Është Allahu i lartësuar, ai i cili është i drejtë. Dhe shpesh në Kur'an ka kërkuar prej nesh, prej njerëzve, që edhe njerëzit të jenë të drejtë dhe kursesit mos bëhen të pa drejtë. Në shumë ajete kuranore, Allahu subhanahu wa taala na drejtohet dhe na thot, bëhuni të drejtë. Thot Zoti i gjithësisë, Allahu nuk u bën padrejtësi njerëzve, por janë njerëzit ata që i bëjnë padrejtësi vetes tyre. Në surën Yusuf, ajeti 44. Pastaj në surën e 4 të Kur'anit, në ajetin 40, Allahu i lartësuar thot, me të vërtetë që Allahu nuk i bën padrejtësi askujt, as sa pesha më e vogël e grimcës. Është Allahu ai i cili është i drejtë. Kurse si Zoti nuk është i padrejtë me ty edhe me mua. Pa marrë parasysh çfarë ka ndodhur në jetën tënde, nuk është Zoti i padrejtë. Thot Allahu i lartësuar, wala yadhlimu rabbuka ahada, dhe Zoti jot nuk i bën padrejtësi askujt. Një prej emrave dhe prej cilësive më të bukura të Zotit është i drejti. Prandaj muslimani kur dëgjon për këtë emër kaq të bukur të Zotit, bëhet i kujdesshëm. Kujdeset në vetveten e tij që t'i përmbahet sadopak kësaj cilësie hyjnore, i drejtë. A jam unë edhe ti i drejtë? Dhe të ruhet njeriu nga e kundërta e fjalës dhe e cilësisë Zotit i drejti, që është i pa drejti, që është zullumçar. Mirë për atë njeri i cili është i pa drejti. Prandaj dhe hutbën sot e kemi titulluar mirë për zullumçar, mirë për të pa drejtit. Dhe këtë temë e kemi ndarë në 2 pika kryesore. Në 2 çështje kryesore në lidhje me zullumin dhe me padrejtësinë. E para, padrejtësia më e madhe. Adhurimi i diçkaje tjetër përpos Allah. Kjo është padrejtësia më e madhe në lidhje me Zotin tënd. Të adhurosh dikë tjetër përpos Allahut subhanahu wa taala. Zullumi ndaj Zotit. Padrejtësia ndaj krijuesit tënd, idhujtaria. Pejgamberi alayhi salatu wassalam po i lexon shokëve të tij disa ajete kuranore të zbritura nga Zoti i gjithësisë. Ku thot Allahu subhanahu wa taala, alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bidh-dhulm. Flet Zoti për kategoritë më të larta të njerëzve. Dhe thot, janë ata njerëz të cilët punën e tyre të mirë, të cilët besimin e tyre nuk e kanë përzi me zullum. Kur e dëgjuan shokët e pejgamberit alayhis salam këtë ajet kuranor, thanë me vete,
por gjithsecili prej nesh mund të jetë i padrejt në situata të ndryshme. Dhe u friksuan shumë, dhe shkuan tek Muhamedi alayhis salam dhe po i thonë, oj dërguami i Zotit, po a ka dikush në mesin tonë që s'bën padrejtësi? Pa dikush neglizhon, dikush haron, dikush bën padrejtësi këtu dhe atje. Dhe thanë, nëse ne kemi besu, kemi bolle padrejtësi, atëherë mirë për ne, s'pas ka fitore për ne. Tha pejgamberi alayhis salam, nuk bëhet fjalë këtu në këtë ajet kuranor për padrejtësitë që i bëjmë her pas here, me neglizhencë apo me harresë. I tha pejgamberi alayhis salam, bëhet fjalë për padrejtësinë më të madhe. Dhe pastaj ju drejtu një ajeti tjetër kuranor duke ju thënë, a nuk e ndëgjuar për fjalën e Lukmanit që i tha të birit të tij, duke ju drejtu dhe duke i thënë, ja bunayya la tushrik billah, inna ash-shirka la dhulmun adhim. Që i tha, o biri im, mos u bëj padrejt. Po i padrejt me çfarë? Zullumqar me çfarë? Me Zotin tënd. Inna ash-shirka la dhulmun adhim. Shirku është idhujtaria, shirku është gjunahu dhe gabimi më i madh. Është zullumi më i madh që mund t'i bësh Zotit tënd. Paramendo, Allahu ka kriju, Allahu ka dhënë shikimin, dëgjimin, të folurën, të ecurën, zemrën, shpirtin, ti kallon gjithat mirat, kallon familjet, kallon pasurit, kallon bereqet. Dhe ti thush, ja më Zot, ja, se nuk të adhuroj ty, të do adhuroj diçka tjetër. A nuk është ky zullumi më i madh? Mirë për zullumqarët, të cilët në vend të Allahut të lartësuar morën të adhuruar tjetër, duke ja shoqëruar Zotit vërtet shok, duke i bë Zotit shok dhe duke e kundërshtuar fjalën më të madhe, fjalën la ilaha illallah, që nuk ka të adhuruar përveç Allahut. Mirë për zullumqarët, të cilat i bën shok Zotit të tyre, duke i kundërshtuar, duke i anashkaluar mira pejgamber. Nga Ademi a.s., Nuh a.s., Ibrahimi, Musaj, Isa a.s., deri tek Muhamedi a.s., të cilët erdhën nga Zoti i gjithësisë, të dërguar nga Zoti i gjithësisë me qëllimin e fjalës la ilaha illallah, që nuk ka të adhuruar të drejt me të drejt përveç Allahut subhanahu wa taala. Mirë për zullumqarët, të cilët i bën shok Zotit të tyre, për ta nuk do të ketë fitore, sepse kush i bën shok Zotit, vetëm se veprat e tij do të azgjesohen. Kështu ka thënë Zoti në Kur'an në surën Zumer ajeti 65. Nëse i bën shirk Zotit, nëse i bën shok Zotit, veprat e tua do të azgjesohen. Zullumi më i madh. Pika e parë, zullumi ndaj Zotit atë. Pika e dytë. Një pikë e cila kurse si nuk duhet nga muslimanit neglizhohet. Duke thënë, unë po e adhuroj Allahun dhe jam i drejt me adhurimin ndaj Zotit, nuk më intereson mu që i bëj padrejtësi njerëzve, që i bëj zullum njerëzve. Mirë për të tillë njerëz të cilët nuk e kanë kuptuar fenë e Zotit siç duhet. Pika e dytë, zullumi ndaj krijesave të Zotit. Zullumi ndaj njëri tjetrit është një prej mëkateve dhe gjunaheve shumë të mëdha, të cilat gjunahe ti shkatrojnë punët e mira. Ju drejtu pejgamberi Zotit shokëve ti duke i thënë, a e dini ju se kush është i falimentum, që s'ka asgjë? I thanë, i falimentum është ai që s'ka parë, s'ka lekë, s'ka shtëpi, s'ka familje. Tha pejgamberi selam, jo. Është një lloj falimentimi tjetër. Një falimentim i cili vjen si shkak i zullumit ndaj njerëzve. Tha pejgamberi selam, do të ketë për njerëzve që do të vinë ditën e gjykimit me shumë namaz, me shumë agjerim, me shumë sadaka, me shumë punë mira, me shumë vepra të mira. Mirë po nuk janë kujdes për zullumin ndaj njerëzve. Njonin e kanë shajt. Mirë po, ky që ti e ke shajt në dunja, në botën tjetër do t'i marrë sevapet e tua. Trof namazi që ke bë, trof agjerimi që ke bë, trof sadakaja që ke dhënë dhe puna e mirë që ke bë. Dikë tjetër e ke përgoju, të vjen dhe t'i merr sevapet. Dikë e ke rrah, dikë e ke shtyp, dikë e ke përbuz. Ky është i falimentum. Ditën e gjykimit do të dali
i falimentum duke mos pas më asnjë lloj sevapi. Pse? Shkaku i zullumit kundrejt njerëzve, kundrejt krijesave të Zotit. Kush je ti o njeri? Ke ardhur në tokën e Zotit me lejen e Zotit. Ka dhënë Zoti pushtet dhe fuqi dhe ti shtypësh njerëzit, po kush je ti? A mendon ti se je Zot në tokën e Zotit? Jo, vallahi billah. Është Allahu ai i cili është i drejtë dhe e don drejtësinë. Prandaj kujdes gjithsecili prej nesh për zullumin e tij kundrejt krijesave të Zotit. Format e zullumit janë shumë të ndryshme. Zullumi nuk përkufizohet vetëm tek dhuna. Pa nëse unë e dhunoj dikë, ky quhet zullum. Format e tjera jo, kjo është gabim. Zullumi është i shumë llojshëm. Dhe për fat keq, ndoshta ne shpesh bim zullum dhe në padrejtësi, duke mos e vrejt fare. Një burr i cili i bën padrejtësi gruas tij, ta di që ka bërë zullum. Një grua e cila nuk kujdeset për bashortin e saj, le ta di që ka bërë zullum. Një pronar i cili e shtyp punëtorin e tij, le ta di që ka bërë zullum. Një punëtor i cili ka ra dakord që me kaq pagë unë do të punoj dhe bën hile punës, le ta di që edhe ky është duke bërë zullum. Një person i cili punon në administratë dhe nuk i jep hakun punës, le ta di që po bën zullum. Një proprietar të cilin i kanë besu njerëzit që t'i drejtoj dhe i shtyp dhe i shkel njerëzit, vallahi le ta di që po bën zullum dhe zullumi i tij është shumë i madh. Le të kujdeset gjithsecili prej nesh por atë që e ka në përgjegjësi dhe le të shikoj si po sillet. Prindrit nëse nuk i japin hakun fëmijëve, le ta dinë që po i bëjnë padrejtësi. Fëmijët nëse nuk interesohen për prindrit e tyre, le ta dinë që janë duke bërë zullum dhe do t'japin llogari para Zotit të gjithësisë. Le të kemi kujdes me lejen e Zotit. Allahu thamë është i drejtë dhe e don drejtësinë. Dhe drejtësia vetëm se do t'japi bereqet dhe do t'japi mirësi. Zullumi në nivele të përgjithshme shoqërore është akoma dhe më i rrezikshëm. Kur padrejtësia në një vend bëhet formë e sistemit, pasojat i vunë e gjithë shoqëria. Kur nuk respektohet ligji njëjtë për gjithë, njerëzit e humbasin besimin. Kur korrupsioni bëhet normal mirësin e njerëzve, vetëm se do të humbi bereqet. Mirë për një popull i cili i është bërë normale vjedhja, i është bërë normale korrupsion, i është bërë normale mos zbatimi i ligjit. A dini çka tha pejgamberi alayhis salam? Një rast dikush volli në kohën e pejgamberit alayhis salam dhe i than filanit që ishte i afërm i pejgamberit, i than shko thuj se inshallah po ja fal, nuk po e dënon. Shkoi dhe i tha, t'ja falim filanit që ka vjedh. Tha pejgamberi alayhis salam, sikur ta kishte thonë një tjetër, s'do i veje shumë menë. Po ta thush ti këtë gjë? Tha ka pas, tha Allahu i lartësuar, i ka shkatru popujt më përpara, pse? Se kur villte i pasuri nuk dënohen. Kur villte i varfër i fukaraj e merrnin e dënonin, ka thon ligjit, po për ty s'ka ligj. Po për ty nuk ka rregulla, po për ty nuk ka diçka e cila është konkrete, ti mundesh me robëru tjetrin dhe mos të hyj një gjë në këmbë, ndërsa njerëzit e shkret, të cilët po jetojnë varfëri, të cilët po mundohen nga mëngjesi darkë për me nxjerr çapën e gojës. Ti, në momentin e parë që ata bëjnë diçka, ti shtjelësh dhe ti shtypësh, jo vallahi, Allahu nuk është i kënaqur me këtë gjë. Dhe Allahu nuk e ndryshon gjendjen tonë nëse ne themi, po mirë ka hoxha, na kënaqi sot. Allahu kur e ndryshon gjendjen tonë? Kur ne ndryshojmë veten tonë. Kur ne ndryshojmë familjen tonë, kur ne ndryshojmë fëmijët tanë, kur ne ndryshojmë lagjen tonë, kur ne ndryshojmë fshatin tonë. Kështu e ndryshon Allahu gjendjen. E me net me dur në xhepa, me hong me pi, e me kalu me qeshme, nuk e ndryshon Allahu gjendjen, vallahi billahi. Është torturu Muhamedi alayhis salam. 23 vite që jetoi me shpallje, vetëm se është torturu. Dhe ne kemi folë në xhami për torturat që ka pësu pejgamberi alayhis salam dhe shokët e Muhamedit alayhis salam. Është gjakos Muhamedi alayhis salam, i ka rat fik Bilalit, i ka rat fik Ebu Bekrit, janë torturu musliman, vetëm e ndryshu gjendjen. E ti edhe unë, nëse s'do me ndryshu gjendjen,
atëherë do thotë që je mirë, por në fakt ti e di që si je mirë, po thjesht ke frikë me fol. E nëse ti je mirë dhe komshiu jot nuk është mirë dhe ti nuk flet se të prishet interesi, atëherë sërish dije që je i zullumçar, je i padrejt. Je i padrejt vallaj. Se ka thënë pejgamberi alayhis salam, nuk ka besu siç duhet dikush prej jush, i cili fleni ngopur në rahatin e tij dhe komshiu i tij vun, dhe komshiu i tij është ai i cili vuan për çapën e bukës. Islami është madhështor, Allahu është i lartësuar dhe Islami kurse si nuk e don zullumin. Kudo që ka padrejtësi, Allahu dhe feja e tij e kundërshtojnë atë. Kudo që shkelen të drejtat e njerëzve, Allahu dhe feja e tij vetëm se e refuzojnë atë. Kudo që pasuria publike keq përdoret sipas interesit të një grupi njerëzish, vetëm se Islami e sulmon dhe e kundërshton atë. Prandaj le të keni kujdes, le të jemi prej atyre të cilët e besojnë Allahun sinqerisht dhe i ndjekin rregullat e Zotit të gjësisë dhe mirë për atë njeri. Vallahi billahi, mirë për atë njeri i cili është i padrejt. Mirë për atë njeri i cili bën padrejtësi. Pejgamberi e Zotit ka thënë, bëj kujdes nga lutja e atij që i ke bë padrejtësi. Nëse i ke bë padrejtësi dikujt, ai ngren durë tek Zoti dhe lutet, dije që do të vijë dëshkimi i Zotit të gjithësisë. Ata njerëz të cilët mendojnë se për shkak të pushtetit të tyre mundet që të bëjnë padrejtësi sipas qefit, le t'i kujtojnë historitë e mëhershme. Le t'i kujtojnë ngjarjet e mëhershme, se si Allahu i lartësuar ka treguar në Kur'an për faraonin. Faraoni i cili njëjtë sikur se faraonët tonë sot i drejtohej popullit të tij dhe çka i thonte? O popull, unë kam frikë se Musai do ju aprishi fen tuaj. Kush do e prishte fen? Musai alayhis salam, i cili ishte profet i Zotit, njëjtë sikur se përjetarët tonë sot, të cilët thanë jeni musliman pa Kur'an e pa din, e pa iman. Po je ti ndoshta, jo ne. Ne jemi musliman me Kur'an, musliman me hadithat e pejgamberit alayhis salatu wassalam. Le të kujtojnë ngjarjen e Nemrudit, mbretin kohën e Ibrahimit alayhis salam. Le të kujtojnë ngjarjet e zullumçarëve, të cilët kohë pas kohe kanë qenë prej atyre të cilët e kanë kalu masën me padrejtësinë e tyre. Mirë po në momentin që kalohet masa me zullumin tëtë, atëherë vetëm se të vjen dëshkimi nga ana e Allahut subhanahu wa taala. Ne lutim Zotin ton që ne të jemi prej atyre të cilët i përmbahemi të drejtës dhe të vërtetës. E lutim Zotin ton që të na falë ne prindërit tanë, të afërmit tanë, të gjithë besimtarët dhe besimtarët kudo që janë. E lutim Zotin ton që vendin ton të ruajmë nga kurthat e shejtanëve, prej gjinëve dhe shejtanëve prej njerëzve. E lutim Zotin ton që na japë udhëzim dhe dituri të hajrit. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.